Sot Partia Demokratike ka thritur protesta para kryeministrisë për të rrëzuar Belinda Ballukun. Dhe më pas sipas tyre kryeministrin Edi Rama. Si e parashikoni rezultatin? Njësh, X apo dysh? Njësh. A duhet rrëzuar Balluku? Duhet rrëzuar. Ata duhet të thënë vetën e tyre një pastaj ata të tjerë. Po s'kemi opozitë, se ditë s'kemi. Po kjo është e keqja se s'kemi opozitë. Sali Berisha, jo një protest para kryeministrisë, po dhe shumë protesta të tjera në shumë qytete të tjera të organizuar, ka falimentuar. E vetmja zgjidhje është largimi i Sali Berishës nga Partia Demokratike. Kam 26 vjetë që kam ikur. Berisha vetë për mendimin tim do t'jap dorëheqje. Vetëm të zhduket Edi Rami për arsye të kësaj gjinisë. Vetëm për këtë ju lutem për barazin gjinore. Ju lutem shumë të mos të kritoj se gjuna i morën fëmijët në qafë. I morën fëmijët në qafë. Njësh, X apo dysh? Po jam në punë, Kur e le punë, çfarë ore? Orë 5:30. Po 5:30 fillon protesta. Me expect. Vetëm në Hoxha ka bërë për popull. Tu rrujnë trapin që dyve. Vetëm dalin kot, delet, qorrat, i japin votën si njëri tjetrit. Rezultati. Në ç'kuptim? Timin e futbollit. Në futbollit, ja, unë them që do rri Edi Rama edhe 10 vjet tjera sa të ketë të people qorre edhe të mbaruar, se këtu vetëm sa në lëpirë sa të fitojnë gjithmonë, shqiptarët janë sa në lëpirë sa i qorra të mbarum. Japin votat sa han dru. Koton që shqiptarët janë trimat, shqiptarët janë dhjaksa të mbaruar.